Të dielën do të luhen ndeshjet e javës së 12 të kampionatit të kategorisë së parë në futboll. Skuadra e Burrelit do të presë kryesuesin e kësaj kategorie që është Skënderbeu i Korçës. Ndeshja e cila do të luhet në fushën e stadiumit Leri Ballabani ka marrë vëmendjen maksimale nga kampi Matjani, i cili ka zhvilluar seanca të ngjeshura stërvitore. Këtë të shtunë skuadra mori udhëzimet e fundit nga stafi teknik, ndonse në një mod të papërshtatshëm me rreshtë shiu e temperatura të ulta. Drejtori teknik i klubit të futbollit Burreli Klevis Gjoka tha se kundërshtari është vlerësuar maksimalisht, duke qenë se është një ekip jo vetëm që mban vendin e parë, por ka kualitet të lartë lojtarësh. Megjithatë, Gjoka u shpreh se skuadra e Burrelit nuk i tremet dhe se djemt e ekipit Matjan do të luftojnë për rezultat maksimal. Me vërtet Skënderbeu është në vend parë dhe dihet cilësia dhe kualitetin që ka ekipi Skënderbeu, pasi është ndërtuar për qenë në nivelet më të larta të futbollit shqiptar, por padyshim ne e kemi përgatitur sfidën si çdo sfidë tjetër për objektivin tonë. Është një skuadër që të imponon respekt, por ne nuk kemi frikë asnjë kundërshtar, pasi e kemi treguar që me ekipet e nivelit të lartë ne dimë të luajmë futboll dhe kemi marrë rezultate të mira. Shpresoj që nesër të jetë një ndeshje e luftuar pa ndikimin e palëve të tjera dhe të fitojmë më mirë. Mungesa e lojtarëve në formacionin bazë nuk është as pak pengesë për skuadrën matjane, pasi për drejtorin teknik Klevis Gjoka, cilësia e lojtarëve të skuadrës së Burrelit është e njëjtë si në stol ashtu edhe në fushë. Nesër do kemi disa mungesa për shkak të virozave të stinës, por edhe dëmtimeve nga ndeshja e kaluar me Pogradecin. Por shpresoj që ato që do të jenë pjesë e formacionit nesër të tregojnë nivelin e duhur dhe nuk mendoj që do ketë ndikim mungesat për ndeshjen, sepse gjithë e dimë që kemi një njëjtin nivel lojtarësh si të formacionit, si ato që futen nga stoli. Të gjitha ndeshjet e javës së 12 do të luhen të dielën në orën 13:30.